Të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar një ngjarje që në fakt menjëherë ka bërë bujen e madhe. Nga fakti i gjestit, do të them fatkeqësisht apo fatmirësisht, në shënjestër është edhe Xheneta Fetau. Xheneta Fetau çfarëdo që të bën në Instagramin e saj, menjëherë interpretohet, komentohet, le të themi frikshëm, shndrohet edhe në debate, diskutime, panelesh. Ftohen analistë dhe komentojnë këtë gjë. Xheneta Fetau është një personazh që ka arritur të merë një vëmendje publike goxha të madhe, ka arritur të merë një vëmendje publike goxha të frikshme, tepër e klikuar, tepër e ndjekur, kujtoj në sfidën që vllau i madh bëri në shtëpinë e Big Brotherit me sfidën e mos reagimeve. Xheneta për 30 minuta ka shkuar tek 4 milion shikime, do me thënë shqiptarët janë shumë entuziastë të ndjekin hap pas hapi jetën e Xhenetës dhe çfarë po ndodh me të. Një veprim i fundit ka rënë shumë në sy në rrjetet sociale, konkretisht në Instagram, ku Xheneta thuhet që ka bërë follow një faqe ku është Gjesti dhe Xheneta. Tani, nuk e dim në qoftë se followin e ka bërë vetë Xheneta duke i besuar gjithmonë faktit që Instagramët menaxhohen edhe nga menaxherët e tyre dhe ndoshta mund të ketë ndodhur ndonjë gabim i vogël ose ndoshta vetë algoritmi i faqes mund të ketë bërë një follow të tillë, sepse shoh që edhe ndodhen në TikTok, nëse nuk ndjek ndjekës vetë TikToku i shton followersat. Por gjithsesi Xheneta Fetau ka qenë në qendër të vëmendjes në këtë pikë, edhe është komentuar sikur Xheneta dhe Gjesti kanë një marrëdhënie, sepse është thënë edhe është pranuar nga vetë Xheneta në trotuar që Xheneta ka fjetur në të njëjtin hotel ku Gjesti ka fjetur në Tiranë, por edhe Xheneta është takuar me Gjestin në korridoret e televizionit Top Channel. Kjo gjë nuk është e konfirmuar, kjo gjë nuk është e thënë publikisht, sepse unë me sa e di Gjesti nuk është se ka qenë ndonjëherë në korridoret e Top Channelit vetëm nga fakti që ka qenë tek Portokallia dhe nuk është se ka shkuar shpesh herë aty, por edhe nëse janë takuar, unë mendoj që ato nuk është se janë vrarë mes njëri tjetrit, është një çift i cili e ka mbyllur kapitullin të paktën nga ana e Gjestit, kapitulli me Xhenetën apo lidhja e cila u përfol që i shikonin si një çift në Big Brother Kosovën, u mbyll që në Big Brother Kosovën. Gjesti tha që Xheneta më ka ofenduar, ka luajtur me dinjitetin tim, me moralin tim, ka luajtur me vlerën time, nuk më ka vlerësuar dhe unë sot nuk mundem më të vlerësoj atë gocë. Dhe në anën tjetër është Xheneta e cila u punësua në Top Channel, konkretisht në trotuar, për rolin e opinionistes edhe për të komentuar gjëgjësisht më shumë i ka dhënë vëmendje Gjestit, lojës së Gjestit dhe marrëdhënies me Eglin, ku në këtë rast Egli Tako do me thënë nuk e komenton fare dhe qëndron shumë e heshtur mes saj dhe mes Xhenetës. Që nuk ka një marrëdhënie me Gjestin dhe Xhenetën, këtë unë e kam kështu do me thënë si ujë në zjarr që ve, që nuk ka një marrëdhënie. Gjesti dhe Xheneta nuk është se janë të dy së bashku, nuk është se kanë një ndjenjë për njëri tjetrin, të paktën nga ana e Gjestit nuk e shoh në lidhje me Xhenetën, ndërsa Xheneta ndoshta po mundohet tashmë të përfitojë apo të futet në trend nga mënyra se si shqiptarët janë shumë entuziastë për të. Kjo fotografia është bërë virale nëpër të gjitha rrjetet sociale dhe unë në fakt do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Mendoni ju që mund të ketë diçka shumë të fshehtë mes Gjestit dhe Xhenetës që mund ta kenë patur një pakt edhe në sy të publikut, nuk e tregojnë këtë paktin?